Atëherë me pyetjen time, a ka një ndjenjë ky drejt teje? Kjo letër më thot se këtu në historinë e tij kanë ngelur të papira dy gota. Mund t'jetë edhe gota jote dhe gota ti, por fakti që ky nuk është totalisht drejt teje, pra është duke pritur dikë, është duke vëzhguar dikë, më mirë them trupi i tij është duke pritur dikë tjetër dhe kokën e kthen këtej nga ty. Por të shohim edhe një letër tjetër se si. Aktualisht letrat më tregojnë se ai të vëzhgon ty, por jo totalisht që ka një ndjenjë. Jo, këtë s'mund ta them. Por ti tërheq vëmendjen atij. Sado që ky është i bllokuar në ndjenja dhe trupi i tij dëshiron të vazhdojë jetën, por ti i tërheq vëmendjen edhe është një person i pashprehur.